3-4 fregata vetë. Kështu në këtë këndvështrim nuk kanë vërtet aftësi ushtarake për të kontribuar në një mazmatje. Me një fjalë, pyetjes direkte, NATO është në pozitë shumë të vështirë. NATO pozitë shumë vështirë, por vende anëtare të NATO-s ushtarakisht janë të forta, Turqia është super e fortë, Greqia është super armatosur. Me të vërtetën, Eugenia, të paktën duke lexuar, duke pasur parasysh edhe temi analizat vjetra gjeopolitike për sa i përket interesave amerikane, frika më e madhe është shtrira e një konflikti drejt Turqisë. Ju si e shikoni këtë? Unë në fakt do të thoja që do ta nisja një fakti që Turqia çon avion në Çipron, temi në Çipron turke. Tepër është ai korridori që e lidh të gjitha të botën e lindjes së mesmeve të largme. Mos është nga Çipro deri në Jeruzalem është 50 minuta me avion. Shumë afër. Unë do të thoja që patjetër deklaratat e Trumpit janë serioze dhe shqetësuese në këto momente, megjithatë kam një qasje ose kam tendencën gjithmonë të shkoj në drejtim të atij orientimit ton strategjik që është pikërisht SBA-ja. Dhe mendoj që dhe deklaratat nga ana tjetër që vijnë nga aleatët e Bashkimit Evropian, mendoj që janë të kota dhe janë të jashtë vendit në këto momente. Kemi një goditje në Çipër që në fakt në vetvete është në një territor sovranitet i vetë Britanisë së Madhe. Jo domosdoshmërisht të Çipros. Ne e harrojmë të që një pjesë e tretë e Çipërës, Akrotiri, është në sovranitet Britanisë së Madhe dhe aty janë bazat ushtarake. E kolonizimit. Ndaj mendoj që gjithmonë ky është një faktor për të kuptuar se sa e pafuqishme është vetë Britania e Madhe dhe se si e gjithë le të themi Europa ja ka dhuruar këtë mburojën dhe çadrën e mbrojtjes dhe sigurisë vetë Amerikës dhe nuk ka alternativë tjetër. Shumë e çuditshme që Britania e Madhe ka armë për ta marrë, por nuk i komandon vetë, i komandon Amerika. Dhe kjo është për shkak të vetë, le të themi, leadershipi strategjik që unë e them gjithmonë, ai press the button, pra butoni për të shtypur gjithmonë në Washington apo kudo tjetër. Unë e shikoj këtë moment deciziv për të testuar NATO-n jo më nga një krize brendshme, si ajo që pa me Grenlandën, por nga një, le të themi, kërcënim i jashtëm. Dhe patjetër Irani është kërcënim për gjithë ne, për Shqipërinë, për Ballkanin e tjerë. Dhe deklarata të tilla si Irani nuk është lufta jon nga ana e aleatëve europian janë patjetër deklarata të rrezikshme, sepse e kemi parë Amerikën gjithmonë duke thënë që Ukraina nuk është lufta jonë apo lufta e NATO-s dhe gjithmonë ka qenë, le të themi, partneri i targetuar dhe i kritikuar më tepër. Ndaj do të thoya që duhet kemi pak kujdes këtu, pikërisht për faktin që ne vetë Ballkani na prek shumë dhe po flitet orët e fundit dhe për një tërheqje potenciale të atij detashmenti që kemi dhe në KFOR nga ana e Amerikës, pikërisht për të alokuar dhe për të mbledhur forcën ushtarake për kemi dhe letrën e Kongresit që i thot Pentagonit që mos u largoni nga kemi disa lëvizje dhe dinamika të cilat janë tepër serioze dhe mendoj që e vetmja alternativë fatkeqësisht për Bashkimin Evropian do të ishte që të linjzojë në këtë dhe unë e shikoj më tepër për të dalë dhe tek Turqia, e shikoj më tepër një fazë parapërgatitore si ajo që pa me Irakun. Patjetër aleatët do duhet ta kryejnë në thojza këtë qok edhe për opinionin publik, pra të ketë një lloj diskutimi dhe debati publik që a do duhet NATO të ndërhyjë dhe të ketë një forcë pra mision të NATO-s në atë territor dhe në gjykimin tim mund të jetë një çështje kohe kjo për të dakordsuar dhe më pas për të dalë në një vendim, sepse dhe vetë ajo diagrama e vendimarrjes është si një fabrik lart e poshtë, është shumë e gjatë. Duhet parë si e ka humorën presidenti Trump çdo mëngjes. Më tepër. Të parë pjesën e Turqisë, pastaj unë mendoj që ajo Turqia më duket e frikshme se më duket që Erdogan nuk është nga ata që nuk është ty butoni. Jo, unë mendoj që është treguar shumë i matur në këto momente dhe me një strategji diplomatike do të thoja unë që jo vetëm përbën faktor stabiliteti për atë rajon, por edhe një absorbues i shokut për të gjithë aleancën transatlantike dhe për ne. Jo vetëm është korridor për valët emigratore në Bashkimin Evropian, por është një faktor dhe është një patjetër ish perandori shumë e madhe dhe këto ish perandori që kërkon dhe tjetë perandori, nuk e ka fshehur. E pan-otomanizmit janë aty dhe mendoj që interesi vital i saj për të ruajtur kufit
në këto kufi që janë tashmë, pra mos të kemi një shpërbërje me atë që ka flitet gjithmonë me kurdët, mendoj që Turqia do të mbetet një faktor stabiliteti dhe një aleat shumë i mirë për Amerikën në atë rajon. Flasim pak, i rikthemi deleve tona, ambasadorësit tonë, revenons në mouton, thonë francezët. Në këto momente, Shqipëria shpall bën një rezolut në kuvend, në parlament, të shpall Iranin shtet terrorist. Urimi parë dhe i vetëm deri në këto momente është nga presidenti i Izraelit. E them këtë i vetëm nga presidenti i Izraelit, pasi realisht në këtë konflikt të armatosur po shikojmë që në fund fare Shtetet Bashkuara dhe Izraeli po përballen me Iranin. Nuk kemi parë deri tani bilet e vëndet e gjirit persik super të goditura, super dëmtuar, le temi Dubai, nuk është më baby come to Dubai, ka vdekur tashmë, po e vetëm ka ishë po ashtu të doa është goditur, pa folur për Bahreinin. Pra, le temi Shtetet Bashkuara Izraeli dhe befas kemi dhe Shqipërinë. Kjo na bën der nga pikpamja e reputacionit ndërkombëtar, pa na nxjerr zbuluar? Unë kam shërbyer si përfaqësues i Shqipërisë për një kohë shumë gjatë. Dhe ajo që kam bën re si reputacion i Shqipërisë ndërkombëtar për politikën e jashtme nuk është më i miri. Kështu që çdo lloj aberracioni, çdo lloj shmangje nga normalja për shtetet e tjera mund të ishte një gjë normale për një shtet si Shqipëria me një politikë të jashtme i goxha të kritikueshme në 100 vjetët e ekzistencës së saj, sidomos gjatë viteve të komunizmit, po jo më pak edhe gjatë këtyre viteve të demokracisë. Kështu që më duket se nuk ka të bëjë dhe aq me përmbajtjen e këtij qëndrimi që mban Shqipëria, sesa me mënyrën, me kohën e zgjedhur, me nxitimin, le të themi, domethënë ne nuk kemi kohë shumë këtu, po do të sjell vetëm sa më shkurt një episod nga një bisedë me një përfaqësues Vatikanit në OSBE, kur më tha i vetmi shtet që ka dalë nga salla e Kombeve të Bashkuara 1976, kur ka mbajtur fjalim Papa, ka qenë delegacioni shqiptar, dhe unë me demek që kisha gjetur çelësin e daljes nga këto situata, i them që ishte babai im komunist në mënyrë figurative, pra ishin komunistët ata që nuk dinin çfarë ishte politika, dhe ai tha në materialin që kam lexuar unë, nuk thoshte gjikundi fjalën komunist, po thoshte Shqipëria. Pra, ne nuk kemi dhe aq koshient për atë dëm që i bëhet vëndit nga një qëndrimi caktuar në politikën e jashtme, sepse në fakt, të më thënë, Qamil Buxheli ka një skicë humoristike ku thot pleq gazmor të fshatit tonë nuk kanë që të bëjnë dhe merren me rrogën e Hammarskjöldit, se Hammarskjöldi është sekretari i përgjithshëm i OKB-s në ato. Dhe vërtet që ne kemi një lloj tendence që të merremi me ca gjëra që nuk janë fare të rendit ditës tonë, po që janë vërtet kuriozitete, se interesant është thjesht në faqet parë të gazetave si vendi i parë që dënon Iranin për atë që ka bërë Irani e njërin tjetrin kështu. Ndërkohë që nëse Irani është shtet apo jo terrorizëm, sot nuk ka një definicion të përcaktuar të rënë dakord ndërkombëtarisht për terrorizmin. Pra, Iranin terroristë kanë shpallur Shtetet Bashkuara të Amerikës për interesat e tyre. Unë nuk po them që kanë bërë mirë apo kanë bërë keq, po janë ata gjykojnë ata. Dhe nuk ka një definicion si thash që të kanë rënë dakord gjithë me rus, me kinez, me brazilian, me indonezian, me shqiptar, që të thonë që çfarë është terrorizmi. Thonë amerikanët dhe me që thonë amerikanët, kemi një parlament që nuk e din çfarë është terrorizmi. Me që thonë amerikanët, pra ne e pranojmë, është si punë një debati që mund të bësh me një prift, i cili thotë, nëse ti nuk beson Zotin, nuk ka të bëj muhabet me ty. Pra, edhe këtu ne i marrim si të mirëqen ato që kanë thënë amerikanët dhe mi tonë ndërtojmë fabulën e tyre, jo tonën. Po ne kemi dhe fabulën tonë, sepse ne jemi goditur nga temi nga sulmet. Si pasojë e fabulës së mëparshme. Okej, dakor, deri diku po. Fakti që kemi pranuar Mujahidinët, ai Asad nuk e referon. Po le të ndajmë momentin konkret nga e përgjithshme. Unë po mundohem të them që në politikën e jashtme të Shqipërisë ne duhet bëjmë jashtëzakonisht shumë kujdes për të mos shkelur në të njëjtat gjëra që na kanë bërë idiosinkratik në të kaluarën edhe do të bëjmë edhe tash. Ndonse po them, jam plotësisht dakord me në hapin që ka ndërmarrë Shqipëria. Sigurisht, te kjo pikë jemi gjithë dakord. Gjithë ideja është duke vazhduar logjikën e ambasadorit, Shtetet e Bashkuara e kanë luksin të gabojnë. Ne kemi marzhën e vogël të gabimit apo jo? Ne nuk kemi fare tolerancë në rast e gabimit dhe kjo puna e rezolutës u bë sikur ai flamuri që e ngrejnë për çdo lloj kauze
dhe në fund fare griset. Dhe ajo që do griset në fund fare është Shqipëria. Pra, çfarë interesi apo çfarë peshe geopolitike ka kjo rezolut në vetë, përveç se në gjykimin tim është një freskuese për Izraelin apo për t'i treguar këtij aleati që ne jemi me ju dhe ngrejmë kauzat tuaja. Unë do t'isha shumë e lumtur në rast se Shqipëria do t'kishte një vizion dhe integritet në politikën e jashtme, ashtu sikur se e tregoj me Ukrainën, dhe kam qenë gjithmonë shumë entuziaste për qëndrimet e Shqipërisë edhe në OKB apo në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, për sa i përket rezolutave për Ukrainën, gjë që nuk ndodhi me Palestinën, edhe pse ne kemi një orë dhe bëjmë dhe të tilla veprime të nxituara, do të quaja unë, si rezoluta për të shpallur Iranin, kur në fakt... Pse mendon është e nxituar kjo rezolutë, çfarë realisht rrezikojmë ne? Më shumë se ç'kemi rrezikuar. Nëse do të më lejosh, po ndiqja pak edhe intervistën e zënës ministre. Më bën çudi se si zyrtar apo përfaqësues të qeverisë tonë flasin për t'i dhënë një siguri dhe garanci mbrojtje qytetarëve shqiptar, jo vetëm atyre që i kanë votë besuar, dhe në një emision kaq prestigjioz që ndiqet nga të gjithë, deklarojnë që nuk e kam këtë informacion. Kur minimumi përpara se të bëjmë këto rezoluta, unë do të thoya të vinim pak theksin të vëmendjen brenda politikave të vendit tonë, të bënim një mbledhje ndërministrore në mënyrë që të shikonim ku preket Shqipëria, cilat janë kërcënimet, cilat janë hapësirat boshe në cilat ekonomia shqiptare dëmtohet, dhe si do të zgjidhim çështjen e Mekut. Me ardhjen e Trumpit, u deklarua që i keni, mbajni, nuk do të vinë, nuk kanë rrugë Po, ka ndodhur dhe diçka në fakt që janë pajisur me leje, me një procedurë përshpejtuar të lejeve qëndrimi. Diçka po ndodh, po nuk ka një transparencë për moment. Sepse me qasjen e tyre në territorin shqiptar dhe me këtë rezolut, një vend i vogël si Shqipëria që nuk e ka kapacitetin e mbrojtjes dhe me një president si Trumpi që mund të ngrihet në mëngjes dhe thotë unë nuk e fus NATO-n për të të mbrojtur. Jo, mund të edhe se njësa unë konfliktera. Njësa unë, ose nuk ju thash unë ta bëni këtë rezolutën, se ai ças pret, ndaj mendoj që ishte pak e nxituar. Mbledhje e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, se bord monitorimi nuk po ngrem. Mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare? Nuk është se do të kishte ndonjë ndryshim të madh, e vetmja gjë është që këto lloj mbledhjesh që juve përmendët, ky lloj kuadri administrativ, ndoshta krijonte mundësinë që njerëzit të mësonin më shumë pse Shqipëria e bën të hap. Sepse praktikisht, me thënë drejtën, nuk do doja që ta thosha këtë, po sikur po më vjen nga brenda për ta thënë. Kam përshtypjen që në momentet decisive më shumë politika jashtme e Shqipërisë është atribut i interesave individuale të atyre që janë krye se sa është interes të shtetit shqiptar. Domethënë, më shumë i shërben vetvetes se sa i shërben Shqipërisë me këto lloj incitime, sikurse edhe ka ndodhur me vendime të marra gjatë periudhës komunizmit, po edhe më vonë. Domethënë, se çana duhet neve që të bëheshim antar të konferencës islamike, ai që na urdhëroi e di edhe sot e kësaj dite se asnjëri tjetër se nuk u bë bile koincidencë në atë rast. Ne vazhdojmë dhe jemi. Në atë rast është një gjë shumë interesante që Ministria e Jashtme ka bërë një letër të paktën dhe ka çuar presidentit asaj kohe dhe ka shprehur mos dakordsinë e saj. Pra Ministria e Jashtme në vitin 92 i ka çuar letër presidentit Berisha ku i ka thënë që nuk kemi dakord të. Patëherë mbaj mend që u tha që na e kërkuan amerikanët. A kjo puna na e kërkoj. Tani çfarë them? Jo, është për të thënë që s'ka asnjë gjë të vërtetë, sepse A nuk është e vërtetë oni? Absolutisht. Jo, në qoftë se një diplomat i rangut më të ulët në ambasadën amerikane kalon rrugës dhe takon dikë dhe i thotë ai çiko bëheni këtë se nuk do ishte keq. Dhe këtë ta quar sikur ta kërkuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gjëra krejt ndryshme. Domethënë në qoftë se ka një demarsh që vjen dikush me një copë letër, me një notë verbale në dorë dhe thotë urdhro, kjo notë verbale ka këtë përmbajtje etj. Ky po quhet demarsh dhe quhet e kërkuar. Po dikush që kalon rrugës dhe thotë çiko bëheni këtë nuk është që ta kërkuan Shtetet e Bashkuara dhe që ta kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës një diçka, ti duhet të kesh një gjë. Domethënë nëse ju kujtohet në kohën e sulmit kundër Irakut, ne u vëm pjesë asaj dhjetës europianëve të rinj etj. Po nuk është se na kërkuan neve. Ne ishim të fundit të asaj dhjetës. Me që ishim në atë dhjetëse, u bashkuam dhe ne, me që ishim në atë periudhë, u bashkuam dhe neve. Kështu që duhet të them, jo për të ulur peshën dhe rëndësinë tonë, por në momentin kur thonë, se kam dëgjuar shpesh se na e kërkuan, na e kërkoi kush, për çfarë?
Për të mos thënë pastaj që na e kërkoj atëherë, po duam ta japim, po duam ta japim, na e kërkon. Ne jemi varianti tjetër, ne ta japim dhe pos na e kërkova. Ambasador Roland Bimo, faleminderit shumë më sot, Eugenia Sotiri, kënaqësi. Falenderoj dhe ministrin Dilina Ibrahimi që ishte me mua. Ndërkohë vazhdoni të qëndroni për mbretëriat në të fundit të konfliktit të Iranit me War Report dhe me Sali Doçën, bashkë jemi nesër në orën 8. Deri atëherë nga Mësuar Balla, natë të mirë.